U rikëthujem në studio për të vijuar tashme me një temë mjaft që ka shqetësuar të gjithë Ulqinin, mund të them. Mbrëm në orët e vona të natës, ku vendi i Malit të Zi votoi që plazhi i madh, zemra e Ulqinit, krenaria natyrore dhe pasuria e brezeve të jepet me konsensus për 99 vjet Emirateve të Bashkuara Arabe. Ky vendim ka tronditur shumë qytetarë të cilët ndihen të lënë pasdore, të padëgjuar dhe të shqetësuar për të ardhmen e vendit tyre. A është ky një zhvillim apo shitje e trashëgimisë? Keni ngritur zërin në çdo tubimi që është bërë për të mbrojtur plazhin e madh së bashku me organizata të tjera jo qeveritare, me qytetarë dhe me pushtetin lokal. Po ky zë nuk ndaloi dhe me atë që ndodhi mbrëm. Ne kemi nderin dhe kënaqësinë që për këtë temë të flasim me zotëri Xhemal Perović, analist dhe kryetar i organizatës jo qeveritare Mogul. Mirë se erdhët. Mirë se faleminderit për ftesën dhe faleminderit për interesimin, se besoj se mediat janë kyçe për mobilizim të qytetarëve në mbrojtje të Ulqinit. Na tregoni si e shihni këtë situatën, si ka qëndruar prej gjatë gjithë kësaj kohëve të fundit e deri me mbylljen e asaj të mbrëmshmes. Situata është mjaft serioze, është shumë serioze, pra duhet të gjithë ta kuptojmë në mënyrë sa më serioze dhe të bëjmë një mobilizim të hapave konkrete, sepse edhe kjo është vetëm një betejë e para e humbur në këtë luftë, por betejë duhet të vazhdoj dhe paralemrimet janë asisoj, bile as kë fakt nuk është fare fakti kryer. Ne jemi koalicioni ynë është në kontakte intensive në shumë faktorë edhe të mbrëmshëm edhe të jashtëm, edhe jemi në dijeni se ne do të drejtohemi në mënyrë formale me arsyetime kabinetit të kryetarit të shtetit, i cili ka mundësitë kushtetuese këtë ligj ta kthej prapa, megjithse që është i takon llojit atyre ligjeve që aprovohen me urgjencë. Kur është kjo urgjencë në pyetje, atëherë edhe afatet kohore të kthimit të nuk janë 14 ditë ose 21 ditë si në disa raste. Ka edhe aty dilema, mendohet se pas 3 ditëve mund të kthehet përsëri në kuvend ku të miratohet, vetëm të votohet pa diskutim, edhe një herë. Kështu që as kjo nuk është fare fakti kryer, ne nuk do të dorëzohemi as në këtë fazë, as në këtë hap, megjithse jemi duke të vetëdijshëm për situatën, duke bërë përpjekje të mobilizim për hapat e matutjeshëm në mbrojtjen, jo vetëm të plazhit të madh, por çdo lloj kërcënimi që është në pyetje për punë kaq të mëdha edhe kaq korruptive që në fjalë tjera investitori në fjalë shquhet për disa mega projekte, siç është Beogradi në ujë, porti i Durrësit, dhe Mali i Zi si vend i vogël, Ulqini si vend i vogël, nuk i duron në mënyrë normale kësaj lloj në thojza zhvillimi, sepse bie deri te çrregullimet shumë të mëdha, e ka prur të çrregullimet edhe në një megapolis siç është Beogradi. Pra ne jemi të gatshëm të vazhdojmë këtë betejë. Si e vlerësoni miratimin e marrëveshjes për bashkëpunim ekonomik dhe në fushën e turizmit mes Malit të Zi dhe Emirateve të Bashkuara Arabe? A është ky një hap strategjik për vendin tonë të Ulqinit? Këtu është fjala për dy marrëveshje, të cilat të dyja janë votu më, por ajo e para nuk është aq konfliktuoze, nuk ka paralajmërime të situatave konfliktuoze dhe që mund të bijë deri te një kontest i cili shkon në dëm të Ulqinit, mirë po në këtë marrëveshje se ata dëshirojnë të paraqesin si marrëveshje që Emiratet e Bashkuara kanë edhe me vendet anëtare, po kjo nuk është e vërtetë, nuk ka kësaj lloji kontrate. Marrëveshje nuk ka me asnjë shtet të anëtare të Bashkimit Evropian, por vetëm me Malin e Zi ku direkt përmenden padundshmëritë dhe ndërtimi për shitje, sepse biznesi e ka atë logjik, ne jemi dëshmitar vetë, shifim ç'u bëhet në
fushën e Ulqinit, ku këto që investitorë që ndërtojnë kanë vetëm një qëllim, të ndërtojnë dhe të shesin sipas mundësisë edhe para se të ndërtohet. Kjo është edhe logjika, edhe mundësia që jep hapësirë shumë të madhe për korrupsion, dhe kjo me të vërtet duhet, ne do të drejtohemi edhe adresave të jashtme, kompetente, do të drejtohemi edhe ekspertëve vendorë dhe të huaj, megjithëse edhe në këtë moment janë të kyçur shumë ekspert për shoqërisë civile në Maltezi, dhe betejë do të vazhdoj, se me të vërtet është një kërcënim i madh për komunën e Ulqinit. Shumë e vërtet. Ditën e djeshme, le të ndalim tek dita e djeshme, e keni filluar ju si organizata jo qeveritare, por edhe qytetarët e Ulqinit dhe të gjithë Malit të Zi kanë protestuar para kuvendit të Malit të Zi. Si u dëgjua zëri juaj dhe çfarë u pranua nga ju? Duhet të cekim se për shkak të disa peripecive formale, ai ka qenë performancë, sepse vetëm performanci mund pa një paralajmërim të madh, se kemi shumë vërejtje edhe se qytetarët nuk kanë qenë në mënyrë adekuate të lajmëruar. Ai nuk ka qenë protest. Protestat duhet të por ashtu është kuptuar. Paralajmërohen një javë më përpara, do të përcaktohen shumë kushte për mbajtjen e një proteste. Atëherë vjen edhe logjistika dhe organizimi i ardhjes në protestë të qytetarëve. Ka qenë një performancë thjesht, ka qenë një vorrim i kushtetutës Malit të Zi në formën e performancës. Mirë po, qytetarët nga Ulqini me të vërtet në numër të madh kanë ardhur. Kjo është një paralajmërim shumë i mirë, se kur jemi të kërcënuar direkt, me siguri që do të jetë rezistenca shumë masovike nga qytetarët e Ulqinit, atë në pamje ndoshta dhe nuk është duk shumë popull, mirë po ka qenë në diell, në asfalt, shumë për qytetarëve edhe janë largu në hije në pjesët tjera të asaj zone. E kemi pa që kanë vendosur edhe një kufizim që ju si protestant mos të keni mundësi të afroheni edhe tek dera kuvendit të Malit të Zi. Pse e kanë bërë këtë? E kanë bërë nga frika se po bat një numër i madh të cilët nuk mund të përballojnë ai numër i policëve, por kjo është një procedurë e rregullt për çdo paralajmërim të protestave në Podgoricë. Të gjithë kemi qenë të përqendruar dhe kemi përcjellur të gjithë situatën gjatë gjithë këtyre ditëve, posaçërisht ditën e djeshme dhe mbrëmjen që është zhvilluar në kuvendin e Malit të Zi mbrëm. Na tregoni për shikuesit cilat janë ato parti që mbrëm kanë qëndruar të përmbajtur në votat e tyre. Përmbajtur në votat e tyre ka qenë klubi i deputetëve shqiptar, kanë qenë 4 deputet prej 5 të DNP-s të Milan Kneževićit, ka qenë Partia Socialdemokrate dhe ka qenë URA, kurse DPS-i nuk ka qenë prezent në sallë. Kërkesa që ka bërë deputeti Ilir Çapuni me këmbgulje, çfarë mendoni sipas ligjeve? Ajo është e padrejtë që nuk është pranuar? Kjo ka qenë, të elaboroj pak më gjerë, ajo shumë me vend, shumë e drejtë, edhe ka pas për strategji që të shtyhet momenti i votimit dhe është përdor si letër në momentin e fundit. Sepse ajo letër e cila ka baza, jo vetëm në ligjet e shtetit, por ka baza edhe në dokumentet ndërkombëtare, siç është ligji për veçëvërisje lokale, kjo rezoluta Korniz për të drejtat e minoriteteve, ku ka baza që të intervenohet në atë drejtim dhe ne atë i kemi armë të forta dhe do t'i përdorim. Mirë po në këtë moment, për shkak se ka pas plasaritje mes të bllokut pro-serb, është nguru mos të përdoret në fillim, por vetëm në fund, që mos të vijë deri te ajo që në rrjetet sociale
thuhet se rezistenca për mbrojtjen e plazhit të Masht është kinse të ruhet për Shqipërinë e tjera, ato janë floskullat të cilat për fat të keq në një pjesë të trupit votues të disa partive pinë ujë, te ne nuk pinë ujë, vetë fakti që Kuvendi i Komunës së Ulqinit ka miratu vendimi në të cilin edhe gjendet edhe njëra prej këtyre pikave, pra rreziku për ndryshimin e strukturës dhe demografisë e strukturës etnike në Komunën e Ulqinit, është votuar unanimisht, flet qartë se ne në Ulqin nuk e shohim në atë mënyrë gjeostrategjinë dhe geopolitikën në kuptimin e kinse Shqipëria madhe etj. Por ka qenë shumë i bazuar, shumë me vend dhe është letra e cila do të përdoret në këtë betejë, sepse sipas asaj atyre paralajmërimeve për marrjen për 99 vjet 20 milion metra katror të tokës, atë është fakti kryer që me të vërtet nëse ndodh ashtu vjen deri te ndryshimi edhe i strukturës etnike, kulturore, edhe do të thotë shkelen edhe ligji i vendit edhe dokumentat e ratifikuara ndërkombëtare. Pse mendoni që se qeveria ka nxituar që ta votojë këtë marrëveshje? Çfarë fshihet pas saj dhe pas këtij votimi, cili do të jetë fati i qytetarëve të Ulqinit dhe brezave të rinj? Vetë shpejtësia gjithmonë i vjen era korrupsion. Edhe bile korrupsion i përmasave shumë të mëdha. Momenti kur është bërë marrëveshja që DPS-i të kthehet në kuvend, ka qenë momenti kur kryeministri ka qenë pikërisht në vizitë Emirateve të Bashkuara. Atje diçka e fshehtë është bërë shkak që DPS-i dhe pastaj është deklaruar qartë edhe ish kryeministri Milo Đukanović se ai nuk ka kurrë kundër këtyre marrëveshjeve. Do të thotë kjo është një sinjal i qartë se pas kësaj fshihet kthimi i parave nga narkokartelet dhe të fituara dhe nga plaçkitjet gjatë privatizimit të Malit të Zi, të familjes Đukanović, të kthehet në vend përmes një kontrate dhe përmes një aktiviteti të mbuluar pas Allabarit edhe kryeministrit Spajić. Kjo është e qartë në të gjitha qarqet politike, përshpëritet edhe brenda Partisë Demokratike të Socialistëve, sidomos të tjerëve, pas kësaj fshihet një korrupsion shumë i madh. Por ne jemi mësuar korrupsioni mbizotron në Malë të Zi edhe në Ulqin 35 vjet, por ne kur nuk kemi qenë të rrezikuar si në këtë moment. Shumë e vërtet. Kryeministri Spajić ka deklaruar se kjo është vetëm një mundësi e jo garanci. Sa të realizueshme janë këto projekte në praktikë dhe cilat janë sfidat kryesore? Ai ka deklaruar këtë informacion, këtë lajm sot në mëngjes. Vërtet, kur lexohet marrëveshja, aty nuk ka kurrë konkrete. Është një dokument bazik, nuk përmendet konkretisht as Ulqini, as plazhi i madh, as destinacionet. Por është e qartë me lexim shumë të detajuar dhe të thelluar, sepse në shumë pjesë të kësaj marrëveshje shihen qartë qëllimet. Zbulohen qëllimet, sidomos fakti që shteti mund të shpall interesin e përgjithshëm. Pra, interesin e shtetit mund të shpall në çdo parcel, në çdo plan tokë, edhe në shtëpijat tona, edhe në tokat tona, edhe në tokat e komunës së Ulqinit, edhe në plazhet të cilat janë vetë konsiderohen si e mirë e përgjithshme. Pra, shpallja e interesit pa proces të identifikimit, sepse ky proces është i caktuar shumë mirë me ligj. Me ligj, kur të bie ty trasa, trajektoria e një autostrade ose një rrugë edhe të nivelit më të ulët,
përmes një toke e që ekspertët e kanë gjetë që është me të vërtet trajektoria më e mirë, më ekonomike, me kalu në për tokën e dikuj, mund të bëhet eksproprimi me pretekst se bëhet fjalë për interesin publik. Në këtë moment thuhet se nuk ka proces të përcaktimit të interesit publik, por shteti, e kjo do të thotë investitori, sepse në këtë marrëveshje janë edhe shumë pika që shteti obligohet, dëmonë se Emirat e Bashkuar nuk obligohen asgjë. Ata vetëm sjellin para. Kurse shteti i Malit të Zi obligohet të bie aty tërë infrastrukturën, edhe rrugët, edhe asfaltin, edhe elektrifikimin, të gjitha mundësit ja ofron. E kur i shef këto kushte në një marrëveshje ku një shtet obligohet e tjetri nuk obligohet asgjë, edhe përcaktimin atëherë ne jemi me të vërtet në rrezik se nesër ata nuk e pyesin as komunën e Ulqinit, as gjyqjet këtu. Nuk ka pra as mundësi të arbitrimit gjyqësor, por ata vinë direkt në nënshurin kontratën edhe vazhdojnë punimet. Dikush thotë se ministresha ka deklaru se pa vullnetin e lirë të pushtetit vendore, kur gja kërkun nuk do të investohet. Ajo është një fjali fare e logjikshme, por ajo nuk buron nga kjo marrëveshje. Kjo marrëveshje thot pikërisht atë që thash, thot të kundërtën, por nuk ka investitor. Këtë luftë për shembull e kanë pas në Kroaci 19 vjet, 20 vjet, mbrojtësit dhe ekologët e Dubrovnikut, për një mal që gjinet bi Dubrovnik për sërz. Edhe këtë vit e kanë fitu procesin gjyqësor, kurse ne do të privohemi edhe prej, ne do të kemi mundësia të i drejtojmë, por lufta me këmbgulje e qytetarve edhe aktivistëve herët avon do të bi fitore. Ne vetëm duhet të jemi tani vigilent, mos të shiqojmë këtë si fakti kryer. E kanë votu, ka kryer çdo gjë, nuk ka kryer çdo gjë. Çfarë pritet të bëhet nga qytetarët, nga aktivistët? Pritet që mas pari pritet që elita politike të mbetet kështu kompakte siç është. E bashkuar. Ne presim prej tyre të bashkuar. Edhe këtu është momenti fare i qartë se ai që del prej këtij treni dihet se vinë rezultatet e asaj që thash që kësaj i vjen era korrupsion, po korrupsion të madh. Në pyet janë para shumë të mëdha, njerëzit janë në shitje, politikanët janë në shitje, ne vetëm do të përcjellim me vigjilencë të gjithë ata që dalin për këtij treni të unitetit, edhe lokal, edhe kombëtar, pse jo, pra të shohim ata politikanë shqiptarë si do të veprojnë, dhe do t'i përcjellim, në ndërkohë ne do të sjellim argumente, edhe për faktet që plazhi i madh prej vitit 68 është përmendore e natyrës. Jemi në dokumentat ndërkombëtare si Emerald Zone. Kemi disa elemente që për shembull Kryporja e Ulqinit ose ose Ullishta e vjetër e Ulqinit të shpallen edhe si trashëgimi UNESCO. Jemi pra në procesin e mbrojtjes bashkë me Shqipërinë të komplet deltës së Bunës, e aty ban pjesë edhe Ada edhe plazhi i madh. Ne do të sjellim dokumente pse duhet me shumë kujdes të planifikohet ndërtimi në plazhin e madh. Jemi në momentet e fundit të këtij emisioni të mëngjesit dhe para se ta mbyllim këtë intervistë dua të ju pyes a mendoni se komunitetet lokale si ai Ulqinit janë përfshirë mjaftueshëm në procesin e diskutimit dhe miratimit të marrëveshjes për Emiratët, edhe sa i përket edhe politikanëve shqiptar, por edhe të gjithë të Ulqinit? Absolutisht jo. Qytetarët jo se jo, domethënë diskutime publike nuk ka pas. Në asnjë moment këte nuk e ka ba as regjimi i vjetër i Gjukanoviqit. Politikanët është tentu të thirrën në disa takime të shtihen në një kurth, ata të ofrojnë projektet që kanë të disponueshme për investitorin e mundshëm. Për atë arsye këto floskullat e pralla, se këtu nuk përmendet Allabari, këtu nuk përmendet plazhi i madh,
janë të kota, sepse këto tentativa janë bërë, janë vizitu helikopteret për çdo ditë, janë sjell, nuk e ka mohu as vetë Allabari që bëhet fjalë për plazhin e madh. Qytetarët janë anashkalu plotësisht, ekspertizat dhe njohësit e mirë të planimetrisë, të planifikimit, janë eliminuar, edhe gjithashtu edhe ekologët e rangut ndërkombëtar, të cilët janë prezent në plazhin e madh, në pjesën e Bunës, në Krypore, në liçenin e Shasit, decenie me radhë. Të gjithë ata janë anashkaluar, të gjithë ata ngrisin zërin, të gjithë jemi të bashkuar në një front. Mram edhe deri mas misnate kolegët tonë kanë qenë në përzyret e kuvendit, kemi aleat për brenda kuvendit, kemi aleat insider edhe në qeverinë e Malit të Zi, atyre i kërcënohet se e ka një shumicë të bindshme që DPS nuk e ka pas kurrë, e ka spahiqje dhe ai mund të flak individualisht secilin ministër nga qeveria, dhe kjo është një element i dobësisë. Mirë po, se nuk ka pas, jemi në deni nga insider ton, luhatje në secilin klub të deputetëve ka patur luhatje, disa kanë ba edhe premtime konkrete që do të votojnë sipas ndërgjegjes, do të thotë se nuk do ta votojnë, në fund e kanë votuar. Viteve të kaluara në këtë periudhë, në këtë kohë të pranverës, plazhistët gjithmonë kanë qenë në përgatitje, pothuajse edhe në përfundim të përgatitjeve, duke bërë gati edhe hapjen e plazheve, restoraneve që kanë të bëjnë edhe me turizmin e Ulqinit. Çfarë mund të pritet, çfarë duhet të bëjnë ata, si të reagojnë në këtë moment? Nuk ka dyshim se sezona do të jetë e vonuar, përgatitje nuk ka, ata dhe me kontratë janë të obliguar, e kontrata ende nuk ka, të hapin plazhet me 1 maj. Unë jam shumë i moshuar dhe mbaj mend edhe në sistemin monist. Kemi pas fushatën prilli muaj i turizmit, ka qenë prilli muaj i turizmit, para 50 vjetëve në këtë qytet. Pra, për fat keq do të vonohet, nuk e di se shumë ngadal, po veprohet edhe me ato propozimet që ka bërë Allabari, bile. Në qoftë se Allabari nuk përmendet në marrëveshje, as plazhi i madh nuk përmendet, pse erdhi njeriu e konkuroi edhe mori 10 plazhe. Një fatkeqësi për Ulqinin, por gjithmonë shpresojmë që me aktivistë, me gjithmonë të jemi të bashkuar, siç e kemi treguar edhe kohës së fundit për këtë rast, besoj që do ja dalim dhe do të fitojmë ta mbrojmë Ulqinin. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit dhe patjetër ju falenderoj që jeni gjithmonë në mbrojtje dhe të zërit të lirë për qytetarët e Ulqinit. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe ju, edhe ju sugjeroj të organizoni sa më shumë emisione të këtij lloji, por jo të këtij lloji, por debata me ato që mendojnë ndryshe. Nëse ka ato që mendojnë ndryshe, jemi të gatshëm të ballafaqohemi me ta. Faleminderit. Shikues të radio televizionit të UTA, ne erdhëm edhe drejt përfundimit të këtij emisioni për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe këtu ju themi mirupafshim.